Pas PDK-s dhe AK-s, kastrati do të me shku në lista srpska. Këto janë kryesisht komentet e votuesve të vetë vendosjes, atyre që vetë Kurti i ka qyt analfabet funksional. Ata që politikën e festojnë si ritual tribal me kusia në dorë me goma traktorit në krah, pa asnjë kuptim për pasojat shtetërore. Unë nuk kam nevojë me shku lista srpska miq, sepse qëllimet dhe objektivat e listës srpska sot i gjeni brenda vetë vendosjes. Pse? Sepse aty e keni Mimoza Kusarin, e cila koordinu me Radoj Qishin kundër veteranëve të UÇK-s, kjo është objektivi listës srpska dhe i Serbisë. Aty e keni Donika Gërvallën, që ka shprej gatishmëri të dëshmoj kundër krerëve të UÇK-s, kjo është objektiv i madh i Serbisë. Aty e keni Veton Surojn, trashëgimin ideologjike të Jugosllavisë, që ka përbuz lider të UÇK-s me gjuhë të ngjashme si atë të Dashiqit. Aty e keni mos harrojmë Martin Berishën dhe Vuk Hamovićin e Serbisë, për cilët ju keni blerë rrymë për mja ushqit qytetare me çmime ekstreme të nolta, ndërsa ata festojnë fitoren e juj me kusia në dorë. Aty e keni përqendrimin më të madh të nipave mbesave të udbashve. Aty e keni Deone Mihajlin, bijën e një greku, që ju me kusia në dorë keni shndruar simbol të patriotizmit dhe të sovranitetit të Kosovës. Dhe mbi të gjitha aty keni babën e juj, jo babën biologjik Zatruna, po babën politik, figurën që gjatë këtij mandati i solli Kosovës. Sanksione nga BE-ja, ja 50 dialogun strategjik me SHBA-n, i kontribuojnë në shpërnguljen e rreth 250.000 trive sepse nuk gjenin punë në Kosovë, e rënë ekonominë, e rriti varfrinë, i prishi marrëdhëniet me Shqipërinë, i përçau shqiptarët në Kosovë, Maqedoni e në Preshevë. Këto janë rezultate që as lista srpska dhe as Serbia nuk do të kishin mundur të i realizoni vetë, i realizoi baba juj. Prandaj, nuk kene nevojë me thënë shko të lista srpska, sepse ju, partia kusijave dhe gomave të traktorit, me këto fakte jeni bërë më srpska se vetë lista srpska. Pra në rezultate, jo me emën. Po pse unë PDK dhe AK, vetëm për ty? Sepse aty ka shku për Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, për njerëzit që ngritën UÇK-n si Xhavet Aliti, Azem Syla, Lajt Hasani, Ramiz Ladrovsi, Samir Shtoku e tjerë, e nuk kanë shku për Memlin, natyrisht as për Orane, as për Lorën. Në AK kanë shku po ashtu për Amushin, Dautin, e Bekën, e jo ta zë për Besnik Tahirin. Kush do që një familjen time ngushtë të gjerë, dinë se 99% jemi të lidhur ose me PDK-n, ose me AK-n, sepse kemi respektuar luftën shqiptare. Sepse ne vazhdojmë të respektojmë figurat kyçe të saj dhe ndijmë obligim moral të mbështesim edhe në momente sfiduese, e jo me shkuvesh me zhvat. Siç bojnë do. Prandaj unë shkova në PDK në momente sfiduese për ta pas arrestimit të Hashimit Kadriut. Prandaj shkova në AK në këto zgjedhje sfiduese për Amushin. Dhe nëse kanë kontribuar vetëm 1%, jam shumë krenar që në kuvend do të ketë prap zërat fortë të UÇK-s përballë regjimit të Albi Kurti, sepse në këto gjënate dhe reja oportuniste, zhvose që ju kanë bashkangjitur opozitës nuk kanë fort shpresë, pa i pon protesta në rrugë. Prandaj, unë nuk kam ndjekur kur njerëzit e kafiqa për me realizu idetë politike. Ata i takoj edhe në për kafeni. Rruga e udha ime në vitet 98, 99, Qëndën Berish, Likovs, Lapëshnik, Klesh, ku i kam taku edhe Hashimin, edhe Basin Jakub, edhe njerëz të tjerë të shtabit përgjithshëm. Ndërsa disa të tjerë atë rrinin në për kafene edhe pas luftës nga renimi i bashkangjit partive për zhvatje, e jo me kontribu në sen, se edhe zdin edhe zdojnë. Thjesht pra, kam qenë në PDK dhe AK vetëm për bindje që lidhen drejt për drejt me angazhimin tim dhe të familjes time para, gjatë dhe pas luftës. Dhe krahas kësaj kam ndarë në modesti natyrisht edhe përvojën time të takimet shumë të diplomatike para dhe mas luftës, punën time në për ambasadat tuaja, ekspertizën time profesionale, se dhe shkollimin tim në perëndim. Pak, kështu me modesti. Edhe sot, edhe nesër, kur njerëz të UÇK-s nga këto dy parti më thrasin, jam i gatshëm të kontribuoj, por jo me figura komike pa përmbajtje nga këto parti. Dhe për fund, për ata të partisë së kusijave që komentojnë, unë nuk kam në parti vend pune, unë në parti nuk hi për një vend pune në parlament. Unë kam pasur mbi 20 kontrata punë në jetën time. Unë jam profesor universitar dhe punoj disa projekte tjera madje. Deputetin e shoh si rol për avokim publik dhe ligjbëri, jo si zyre për me marrë një rrogë, ndryshe nga disa në kuvend që janë kogja shumë që kuvendin e shohin si vend pune. Për fund krejt, orientimin politik
Nuk motet pra me retorike emocionale apo spektakull populist, por me koherencë ideologjike dhe kontinuitet historik të familjes. Zgjedhjet e mia janë racionale, besa nacionale dhe konsistente dhe me një bosh që buron nga lufta çrrimtare dhe natyrisht orientimi perëndimor i Kosovës. Ndërsa pushteti kusijave që prodhon izolim, sanksione dhe fragmentim shoqëror nuk është alternativë politike, por është poro dështim strategjik i maskuar si sovranitet e patriotizëm. Ndërkohë, ju vazhdoni me festu me kusia për një qeveri që arrit çmimet. O mos harroni me urime që shtrejtu uji të premtën dhe tash dyfishimi tatimet në pronë po i pret në fund të janarit. Besoj tani e keni më të qartë. Po dy parti për një shtrat ideologjik të vetëm. Ama jo me partinë e kusijave që i realizon objektivat të Serbisë. Gëzuar.